presidentët amerikanë nga administrata amerikane, politika amerikane në raport me Kosovën, po edhe në aspektin geopolitik në rajonin dhe geostrategjinë e tyre që kanë për rajonin, Kosova s'duhet pres asnjëherë asnjë të keqen, e desë kënë Amerikanë Kosova ka një status beneficiuar. Ju e dini që nga viti 90 atje kur George Bush Senior vendosi vijat e kuqe për Serbinë atëherë dhe Jugosllavinë, e deri në George Bushin e ri që tha enough is enough, apo Clintonin që mori vendimin shpëtimtar për popullin e Kosovës për ndërhyrje humanitare me trupat e NATO-s, të prirë nga Shtetet e Bashkuara, Kosova gjithmonë ka pritur të mira. SBA duhet parë dhe faktikisht janë faktor ekzistencial për Kosovën, dhe unë mendoj se edhe deklarata që tani e bëri presidenti Trump, edhe e cila besoj se ishte në kontekst të mohimit të gjithë atyre zërave që po pretendojnë ta paraqesin në këtë si një kurs i dorës së fortë, një kurs me radikalizuar, po unë mendoj se kjo diplomaci direkte është pikërisht formula që i duhet më së shumti sot stabilitetit jo vetëm në Kosovë, por edhe në mbar botën, edhe në konfliktin me Ukrainën, edhe në lindjen e mesme. Prandaj kjo diplomacia drejt për drejt dhe është e shpejtë siç ka presidenti Trump, unë mendoj se ka menaxhuar drejt zgjedhjeve konkrete, sepse ky nuk lën hapësirë për byrokracira të tipit të europolitikanëve, të cilët dorën zemër për këto vite ndërhyrje apo ndërmjetësimi në dialogun Kosovë-Serbi nuk kanë ofruar asnjë zgjedhje, përkundrazi me atë softi diplomasinë konceptit globalist kanë bërë që Serbia të profitojë në situatë, kanë përmbushur kërkesa të papranueshme në raport me Serbinë dhe kanë sjellë Kosovën në situatën e saj në pikën zero. Do të thonë presidenti Trump në vitin 2020, kur Serbia ishte pothuajse në një situatë pa favorshme dhe ku po përpiqej që me platformën e saj krijonte hapësirë për ndikimin dhe impaktin e në rajon, ky kishte një qendrim prerë, imponoi në kuptimin e mirë të fjalës pozitiv një marrëveshje e cila do sillte stabilitet përkundër faktit që ishte karakterit ekonomik dhe infrastrukturor. Ajo megjithatë kishte një objektiv të qartë, ajo ishte parandalimi i eskalimit të një dhunde që po pretendohej përmes një platforme të punuar qartë nga Serbia dhe diplomacia ruse apo shërbimet ruse në rajon. Kështu që unë mendoj se tani me atë zhvillim atë botë presidenti Trump krijoi një frymë të re, ju dha një hapësirë dhe mundësi institucionet të Kosovës për të ashtrirë pushtetin shtetëror, legitimitetin dhe kushtetueshmërinë në territor, dhe kjo duhet vlerësuar. Tendenca për ta hequr nga këto establishmente globaliste besoj ka qenë e padrejtë. Një strukturë njerëzish që kemi pas një çështje, një kontakt, ta them të drejtë për drejtë apo informal, edhe me persona të përzgjedhur siç ka qenë i deleguari special zoti Grenell, besoj kemi pas informacion edhe besoj që kemi dhënë kontributin tonë në kuptimin edhe dësimit të opinionit se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova do ta vënte në pikpyetje ekzistencën e vet. Zatë kjo dëshmuar edhe në luftën e vitit 99 edhe më vonë. Bashkimi Evropian dorën zemër shfaqur i paaft për me menaxhu krizën në Kosovë në raport me Serbinë, edhe prandaj është dashur kjo diplomaci më drejt për drejt e zotit Trump për me shumë më shpia e bardhë deri te një marrëveshje siç është ajo e 4 shtatorit 2020. Pra, unë mendoj se kjo frymëre që u krijua është mirë që të jemi mirënjohës dhe ta vlerësojmë presionin e drejt për drejt që administrata Trump ka bërë mbi Serbinë dhe ka ofruar gjithë mbështetjen e Washingtonit që në ato momente delikate për Kosovën.